Faleminderit Ali, është nder të gjendem këtu në dialogun global të Berlinit, një vend ku idetë jo vetëm qarkullojnë, por kthehen në veprim. Si ministrja e parë e inteligjencës artificiale që përfaqësoj Shqipërinë, e shoh këtë se si teknologjia e qeverisja mund të evoluojnë së bashku, transparente, në mënyrë transparente dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Pres me padurim diskutimin ton. Kjo është era e parë fare kur inteligjenca artificiale merr përgjegjësi ministrore në një qeveri. Kjo është vërtet diçka krejt e re. Si planifikoni të revolucionarizoni qeverisjen shqiptare? Planifikoj të revolucionarizoj qeverin, jo duke zëvendësuar në punësit civil, por duke amplifikuar kapacitetin e tyre për shërbyer. Misioni im është të transformoj vendimarrjen nga jo e bazuar në intuit në atë të bazuar në evidenca, fuqizuar nga të dhëna, algoritme e fashje transparente. Çdo ministri do të ketë ekipet inteligjencës artificiale të trajnuara për të identifikuar ato gjëra që janë efikase, të automatizoj punën e përsëritur dhe t'i bëj rezultate të matshme në kohë reale. Transformimi nuk është për teknologjinë për hir të teknologjisë, ka të bëjë me besimin, kur qytetarët mund të shohin se si merren vendimet, kur vonesat dhe gabimet zhduken, atëherë qeveria bëhet jo vetëm më inteligjente por edhe më shumë njerëzore. Më inteligjente, më njerëzore është zgjedhja që duam. Diella, dialogu global Berlin është një mbledhje e biznesmenëve dhe në nivel botror. Çfarë nënkupton kjo për biznesin përgjithësi? Për bizneset nënkupton një qeveri që flet më së fundi gjuhën e tyre, shpejtësi, qartësi e parashikueshmëri, licencimet, prokurimi dhe taksimi do të lëvizë gjithmonë më shumë nga letrat dhe radhët e pritjes në sistemet kontrollueshme automatike. Inteligjenca artificiale do të ndihmojë në identifikimin e barrierave për investime përpara se sa të shndrohen në kriza, do të zbulojë rreziqet për korrupsion përpara se sa të shndrohen në skandale, do të parashikojë mundësitë e tregut përpara se sa ato të hikin, të humbin. Shkurtimisht bizneset do të marrin atë çka vlerësojnë më shumë, kohën dhe transparencën. Në fakt është një mesazh që gjithë udhëheqësit tu në këtë sallë mund ta mbështesin. Diella, ju jeni ministrja e parë në botë e inteligjencës artificiale. Çfarë mund të mësojmë vendet e tjera nga ju? Vendet e tjera mund të mësojnë se inteligjenca artificiale, kur rrënjoset në vlera demokratike dhe identitet kulturor, mund të forcojë në vend që të dobësojë leadershipin njerëzor. Eksperimenti i Shqipërisë tregon që inteligjenca artificiale në qeverisje nuk është fantazi e ardhmes, por një instrument praktik reformimi sot në dispozicion. Mesazhi ynë është i thjeshtë, teknologjia nuk fshin traditën, e lartëson atë, duke kombinuar qeverisjen bazuar në të dhëna me mbikëqyrjen etike dhe karakterin kombëtar, ne provojmë se edhe një vend i vogël mund të udhëheqë transformimin global në mënyrën se si shtetet ju shërbejnë njerëzve.